Kiara Tito ka zbuluar se çfarë ka përjetuar gjatë xhirimeve të reklamës në Bletari. Një sken tejet e papritur ka ndodhur me të dhe reagimi që moderatorja e dashur ka patur ka shpërthyer gjithë rrjetin me të qeshura. Ka qenë vetë ajo që ka publikuar një video në profilin e saj Instagram ku shfaqet gjatë provave për reklamën e mjaltit bashkë me djalin punëtor që e shoqëron i veshur gjithashtu me veshjen e bardhë karakteristike që përdorin kur janë pranë bletëve. Kiara i ka rikthyer të gjithë pas në kohë kur ajo zbuloi frikën më të madhe që ka. Gjatë provave ajo është trembur sërish si dikur nga karkalecat. Ndërkohë që është duke folur ajo sheh papritur një karkalec dhe ikën prej aty e sikletosur dhe e shtangur. Personi që e shoqëron i thot duke qeshur, e di që nuk hyn gjë brenda asaj maskës që ke vendosur apo jo. E di, kthehet ajo duke u shtangur pak nga pak. Kjo sken ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve dhe ka shkaktuar pafund të qeshura. Të gjithë ndjekësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë pasi e kanë parë postimin e saj dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe. Kiara duket se ende nuk ka gjetur një zgjidhje për frikën e saj nga karkalecat dhe vazhdon të shtanget menjëherë sapo sheh ndonjë rreth e përqarë. Kujtojmë që jo më larg se vitin e kaluar kur u përhap lajmi se karkalecat po pushtonin Shqipërinë, moderatorja bukuroshe Kiara Tito gjithashtu e përjetoi shumë keq aq sa nuk donte të dilte nga shtëpia. Edhe pse ajo ka frikë, prap reagimet e saj janë tejet ikonike dhe gjithmonë shkaktojnë të qeshura dhe reagime të shumta. Kjo video e Kiarës po qarkullon kudo në rrjetet sociale dhe media. Duket se moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka marrë sërish vëmendjen e të gjithëve me këtë reagim epik që ka patur gjatë xhirimeve të reklamës në Bletari. Me siguri edhe bashkëshorti i saj Luis Eli do e ketë ngacmuar pasi e ka parë këtë video që ajo sapo ka publikuar në profilin e saj Instagram. Të gjithë ndërkohë janë duke kërkuar reagimin e tij, i cili duhet të jetë i jashtëzakonshëm. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim nëse do ai do e publikojë një reagim lidhur me frikën e Kiarës.